Vlezër dhe motra, mirë se keni ardhur në të mbledhurit e sotëm. Qofshit bekuar nga Zoti gjithë ju që keni ardhur dhe ata që s'kan ardhur. Siç e di e gjithë kisha dhe rrjeti, kemi pat një seminar 2 ditor, që besoj një pjesë ndoshta edhe janë ende duke u shplodhur. Mirë, para se të fillojmë grupin, ta ftojmë grupin e Galdimit, dua të ndaj disa vargje, me që jemi dhe një javë pas Pashkëve, të Romakët 6:2 deri në 8. A nuk e dini se ne të gjithë që u pagëzuam në Jezu Krishtin, u pagëzuam në vdekjen e tij, u varrosëm pra me të me anë të pagëzimit në vdekje, që ashtu si Krishti u ringjall prej së vdekurish me anë të lavdisë së Atit, kështu edhe ne të ecim në risinë e jetës. Sepse nëse jemi bërë një me Krishtin në një vdekje të njëjtë me të tij, do të jemi një edhe në ringjalljen e tij. Duke ditur këtë, se njeriu ynë i vjetër u kryqëzua me të, që trupi i mëkatit të shfuqizohet, që ne të mos i shërbejmë mëkatit, sepse ai që ka vdekur është fajsuar nga mëkati. Por nëse vdiqëm me Krishtin, ne besojmë që edhe do të jetojmë me të. Mirë, ftoj grupin e Galdimit na udhëheqin në adhurim. Sot dua të njoh ty, zemrën time ka një zjarr, çdo mëngjes kur i hap sy, për ty zemra ka mall, dhe ta ndjej zemrën tek re, dëshiroj unë. O Zot, dua të njoh ty më shumë. Zemra
besim mbretëron nga lartësi me urtësi. Dashuri, fuqi, Zoti ynë është një Zot besnik. Zoti ynë është një Zot besnik, mbretëron nga lartësi me urtësi. Dashuri, fuqi, Zoti ynë është një Zot besnik. Zoti ynë është një Zot besnik, mbretëron nga lartësi me urtësi. Dashuri, fuqi, Zoti ynë është një Zot besnik. Zoti ynë është një Zot besnik, mbretëron nga lartësi me urtësi. Dashuri, fuqi, Zoti ynë është një Zot besnik. Zoti ynë është një Zot besnik, mbretëron nga lartësi me urtësi. Dashuri, fuqi, Zoti ynë është një Zot besnik. Zoti ynë është një Zot besnik, mbretëron nga lartësi me urtësi. Dashuri, fuqi, Zoti ynë është një Zot besnik. Se Zoti ynë është një Zot besnik. Unë vaj jetën time tek ti, vetëm për ty unë kam nevojë. Vi tek ti dhe ti je gjithmonë aty. Vështirësive shty kërkoj, dhe të parin në çdo gjë. Për ulem në gjithçka veç tek ti. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Ti je gjithnjë pranë, në çdo kohë e në çdo vend. Ti yt banon ka shpell tek unë. Asnjëherë ti nuk ndryshon, je i njëjti për gjithmonë. Dashuria jote kur zmaron. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Ti je vërteta, rruga dhe jeta, ne ecim me besimin në ty, Zot. Jetoj vetëm për ty. Ti je vërteta, rruga dhe jeta, ne ecim me besimin në ty, Zot. Jetoj vetëm për ty. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Vetëm Jezus, je i vetmi për të cilin jetoj. Imagjinoje nëse ju kishit folë me dikon që s'ka ide për krishterimin, and they asked you the question, edhe ajo bën pyetje, what was Jesus' main message?
Cili ishte mesazhi kryesor I Jezusit? Anyone want to say what would Ndonjëri dëshiron me guess? ndo ose me amencu se çka kishte thonë? some people might say salvation, right? Because Jesus came to bring us salvation. Disa njerëz mund thonë shpëtimi sepse Jezusi ka ardhur me sjell shpëtimin, Or it must be love because he came to show us that God is love. ose ndoshta mund të jetë dashuria sepse ai erdhi për të na tregu dashurinë. Any other questions? For real, anybody want to share any ideas? Na ide që dikush nga ju do më ndo? I've heard some people say hell Unë I kam dëgjuar disa njerëz që kanë thonë shëndeti or money apo paraja, because apparently Jesus talked about hell and money more than anything else. sepse shihet se Jezusi ka folë për shëndetin dhe paranë më shumë se çdo gjë tjetër. And in a little bit, we're going to look at a passage that does talk about both hell and money. Edhe pas pak do e shohim një pasazh që do flet rreth ferrit dhe paras. But I would say that to say that Jesus talked, that was the main message of all of his teaching, I would say is totally wrong. Edhe mirë po nëse mendojmë që ky ishte mesazhi I tërë mësimeve të tij, atëherë mund të themi që jemi gabim. And to say that his main message was love or salvation or something like that, I would also say is not wrong, but is also not right. Ose nëse themi që mesazhi I tij është shpëtimi dhe dashuria, nuk mund të themi që është gabim, mirë po s'mund të themi as që është e drejtë. If anyone has studied theology before, you know that there theologians like to have debates about different things. There's a lot of different ideas. Kushdo që ka studiu teologjinë më parë, e dim që ka shumë teologë që kanë dëshirë me bë debate dhe ka ide të ndryshme që qarkullojnë. But interestingly, all scholars and theologians from all branches of Christianity agree on this one point. Mirë po është interesant se gjithë, do thot dietarë dhe teologë nga të gjitha degëzimet pajtohen me këtë pikë, And that is the central message of Jesus was the kingdom of God. që mesazhi qendror I Jezusit është mbretëria e Perëndisë. And many scholars say not just the teachings of Jesus, but the main message of the entire Bible is the kingdom of God. Edhe jo vetëm mësimet e Jezusit, po tërë mesazhi qendror është mbretëria e Perëndisë. And I think a problem with that metaphor is there's no kingdoms in Europe anymore. Mirë po problemi me atë metaforë është se nuk ka mbretëri në Evropë më. There are some maybe kings and queens, but the political system is not the same as it was in the medieval ages or before where there was real kingdoms. Ndoshta ka ende mbretër e mbretëresha, mirë po sistemi nuk është sikur se sistemi feudal në Evropën mesjetare. So what is a kingdom? Çka është një mbretëri? A kingdom is an area, it's a place, Mbretëria është një zonë, është një vend, and it's where the king has control over that area. edhe është një vend ku një mbret ka kontroll mbi atë vend. So the first understanding is a literal place. Do thot në kuptimin e parë, do thot është një vend, literalisht një vend. But a kingdom can also refer to more abstract things like ideas or concepts. Mbretëria mund të jetë edhe mund na tregojë edhe diçka abstrakte, koncepte abstrakte. Areas of influence like art and culture. Sikurse zona influencës, sikurse arti, kultura. Kingdom also has to do, refers to a people, because a king cannot be a king without a people. Mbretëria I referohet po ashtu edhe njerëzve, sepse një mbret nuk mund të jetë mbret përpa njerëzit. So God's kingdom refers to all these things, a literal place, Pra, mbretëria e Perëndisë I referohet gjitha këtyre, literalisht një vend, area of his influence, një zonë e influencës së tij, and the people that are under his reign. edhe njerëzit që janë nën udhëheqjen e tij, sundimin e tij. And a simple way to say that is God's kingdom is the place where his will is perfectly done. Edhe me e thonë thjesht, mbretëria e Perëndisë është ku ai vendi ku vullneti I Perëndisë bëhet. Right now, we would say that only happens in heaven. Edhe tani mund të themi që ajo mund ndodh vetëm në parajs, në qiell.
But the main reason this was Jesus' main message is he was trying to get us to realize that God's kingdom is now invading earth. Mirë po, mesazhi kryesor i Jezusit, ajo që ai deshti me na thjesht me na sqaru është që mbretëria e Perëndis po vjen edhe në tokë. He wanted us to know that kingdom, his kingdom, is available to us now. Edhe ai dëshiron që na me e di që mbretëria e tij është në dispozicion për neve tash. So you may be thinking, what does this have to do to me, or how do I apply this to my life? Ndoshta ju mendoni se çka ka të bëjë kjo me mua, se si me apliku në jetën time. What would you think about the statement that you also have a kingdom? Çfarë mendoni për deklaratën që edhe ju e keni një mbretëri? Do you believe that? Have you ever thought about that before, that you have a kingdom? A besoni apo keni menduar më herët që edhe ju e keni një mbretëri? You might be thinking, no, I don't. That's crazy. Ndoshta jeni të menduar, jo nuk kam, është çmenduri. I'll prove it to you. Kam ju e vërtetu. You have a will, right? E keni një vullnet apo? You have desires, right? Keni dëshira. You have an area of things that you control. Even if they're small, you have things that you can control. E keni një zonë gjërat që ju mund t'i kontrolloni. If you're a parent or a teacher, you have people under your influence. Nëse jeni prindër, nëse jeni mësues, ju keni njerëz në ndikimin e juaj. So you have a kingdom. Kështu që e keni një mbretëri. And see, I think this is one of the amazing things about God. Edhe shoh këtë si një diçka më madhështore për Perëndin. One of the words that we use to define God is this word omnipotent. Edhe një pej fjalëve që e përdorim për me definu Perëndin është omnipotent, It's ose a gjithfuqishëm. fancy theological word that means all powerful. Edhe është një fjalë teologjike që nuk kupton i gjithfuqishëm. And we often praise God because he is all powerful. Edhe shpeshherë na e lavdrojmë Perëndin sepse është i gjithfuqishëm. And we can wonder and imagine, wow, what would that be like to be all powerful? Edhe ka herë mundem me mendu, imagjinu, si do ishte ti jesh i gjithfuqishëm. But I don't think that's actually the most amazing thing about God's power. Edhe kjo është ndoshta gjëja më e mahnitshme për fuqinë e Perëndisë. I actually think the most amazing thing about God's power is that he shares his power. Edhe gjëja më e mahnitshme e fuqisë Perëndisë është se ai e ndan fuqinë e tij. So let me say that again. We should not be amazed that God is all powerful. Na nuk duhet mrekullohemi se Perëndia është i gjithfuqishëm. We should actually be amazed that even though he's all powerful, he shares his power with us. Ne duhet mrekullohemi se edhe pse ai është i gjithfuqishëm, ai e ndan fuqinë e tij me neve. He gives us a little kingdom. Ai na jep një mbretëri të vogël. Genesis 1 talks about this from the very beginning of Scripture. Zanafilla 1 flet rreth kësaj, që në fillim të shkrimit. And it says that we are made in the image of God, Edhe që thotë që na jemi të bërë sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Jemi which krijuar. means we are made to be like him. Që nuk kupton se ne jemi të bërë, ne jemi kriju të jemi si ai, sikur se ai. We were made to rule like he rules. Sundojmë sikur se ai sundon. And he's given us the power to do that. Edhe ai na ka jep fuqinë që ta bëjmë këtë. But here's the power, or here's the problem, our twisted idea of what that means. Edhe ky është problemi, ajo ideja shtrembrume e kuptimit. Saj. Because unfortunately, we have so many bad examples of people using their power wrongly. Sepse fatkeqësisht kemi shumë shembuj të njerëzve që përdorin këtë fuqi në mënyrë të gabuar. Corrupt politicians use their power to benefit their own pockets instead of the people that they rule. Politikanët e korruptuar që përdorin fuqinë që thjesht me i beku xhepat e tyre në vend të njerëzve që cilët You may have sundojnë. a boss at work that is terrible, Ose mund ta keni një shef të puna që është i tmerrshëm, or we can think about historical kings that were kind of lazy and didn't do much. ose mund të mendoni për mbretërit historik që kanë qenë përtatës ose kanë bërë gjë. But we can't get away from the fact that Genesis 1:26 says that God made us to have dominion and to subdue the earth. Edhe nuk mundem me m'ju largu faktit që Zanafilla 1:26 na thotë që Perëndia na ka kriju që ta sundojmë në farë forme botën. And this is one instance I would say that Bible translations just cannot give us the full meaning of the word. Edhe kjo është një prej atyre rasteve ku përkthimet biblike s'mund na jepin kuptimin e plot të fjalës. Because that word dominion is not supposed to be negative at all. Sepse fjala sundim nuk do duhet të ishte negative as pak. A way that we can translate it is it means you have the responsibility
to do something good for the benefit of others. Edhe mënyra se si mund ta përkthejmë është që ti e ke një përgjegjësi që të bësh diçka të mirë për të mirën e tjerë. So to have dominion means you are supposed to use your power for the benefit of others. Pra, nëse ti sundon, nuk kupton që ti duhet ta përdorësh fuqinë tonë për të mirën e tjerëve. The best picture that we have of this kind of life is Jesus himself. Edhe piktura apo imazhi më i mirë që e kemi është Jezus Krishti vet. As we look at how he ruled, Mënyrën se si ai ka zotru. he serves, he blessed, he healed, he taught, he gave life. Ai ka shërby, ai ka beku, ai ka shëru, ai ka mësu, ai ka jep jetën. And yeah, literally at the end of his life, he literally gave his life. He died for us. Edhe literalisht e ka jep jetën, ka vdek për neve. So hopefully I've not bored you by now because that is just the introduction. Nashta nuk jeni mërzit dejtar se kjo është vetëm hyrja, I'm titling this message Kingdom Responsibility. edhe e kom titullu këtë mesazh Përgjegjësia e mbretërisë, Because I want us to think about the responsibility we have in God's kingdom sepse dëshiroj që na me kuptu përgjegjësinë që e kemi në mbretërinë e Perëndisë, as people made in the image of God. si njerëz të krijuar sipas imazhit të Perëndisë. I don't expect you to remember what I preached last time, so I'll give a quick recap now. Kështu që mos pritni që ti përsëris ato të herë kaluame që i predikova, po do e bëj një përmbledhje. We're talking about spiritual growth and how to have a healthy spiritual life. Ne po flasim për një rritje shpirtërore dhe si të kemi një jetë shëndetshme shpirtërore. And we looked at a day in the life of Jesus, how he modeled his life. Edhe e shohim një ditë në jetën e Jezusit se si ai e ka modelu jetën e vet. And we see that he first spent time in solitude alone with God. Edhe shohim që e ka kalu fillimisht kohën në qetësi me Perëndin. And then he spent time in community with the disciples. Edhe ai ka kalu kohën në komunitet me dishepujt, And then together they went out to do ministry. edhe bashkë ata shkuan që të kryen shërbimsinë e tyre. And I said, I think this is really important because in my experience, I do it totally backwards. Mirë po, shpesh herë e bojmë në të kundërtën, do thotë, anasjelltas. I go out and try to do ministry. I want to accomplish something. Unë shkoj me thjesht ta kryj shërbimsinë time, me arrit diçka, There's a challenge or a problem, and then I try to find others. Try to find community to help me. edhe ka një sfidë, ka një problem edhe mundoj me gjithë komunitetin që mundet me ndihmu mu, We still have problems, so then we finally pray, God, please help us. edhe pastaj gjejmë prap probleme dhe mundohem me u lut, o Zot na ndihmo. And so I thought this model, the way that Jesus does it, is so helpful. Prandaj mendoj që ky model që Jezusi na ka dhënë është ndihmës e madhe. But here, again, is another problem. I can hear some of you may be thinking, Mirë po këtu është prap një problem edhe besoj që plot për juve jeni duke mendu, you may be thinking, well, I'm not Jesus. duke mendu ndoshta unë nuk jam Jezusi, Or you may be thinking, what does this have to do with me? I'm not a pastor, or I don't serve at church. I don't do ministry full ose time. çka ka kjo të bëj me mua, nuk jam pastor ose unë nuk shërbej ose nuk kryj nuk e kam një shërbimsi me kohë të plot. This is why I started talking about kingdoms and your responsibility. Prandaj kom fillu me fol për mbretëritë dhe përgjegjësinë tonë. Because I believe everybody has a responsibility before God. Sepse besoj se secili ka përgjegjësi përpara Perëndisë. God didn't give you life to just do whatever you want with it. Perëndia nuk ta ka jep një jetë me të cilën ti mund ta shfrytëzosh për çka do. I believe He's created each of us unique and with a unique purpose. Unë besoj që ai na ka krijuar secilin prej neve në mënyrë unike dhe me një qëllim unik. And I want to challenge our way of viewing spirituality. Edhe thjesht du me sfidu mënyrën se si e shihni e shohim aspektin shpirtëror. I'm not sure about Kosovo, but in Western Europe and America, the word spirituality is a popular word right now. Nuk e din Kosovë, po në Amerikë edhe në Evropën perëndimore, termi aspekti shpirtëror ose spiritualiteti është termi i njoftun. People like to say, I'm not religious, but I am spiritual. Shumë njerëz mund të thonë nuk jam fetar, religjios, mirë po jam shpirtëror. And basically, what they mean by that is, I don't want to follow actual ancient system of a religion. Çka ata nuk kuptojnë me këto është se ata thjesht nuk dojnë me ndjek një sistem të lashtë
fetare or organized religion. ose një fe organizume. I don't want to be under the authority of a pastor or a church. Nuk do me konë nën autoritetin një pastori apo një kishe. I just want to do yoga and meditate and say I pray and connect with the universe. Thjesht du me bo yoga, du me meditu, edhe du me u lidh me universin. But I want to challenge us that I think the biblical vision of spirituality is not that at all. Mirë po, aspekti biblik I spiritualitetit nuk është as pak ashtu. And I think even Christians, we can think about spirituality wrong. Madje edhe si të krishterë mund ta kuptojmë gabimisht We can say spiritualitetin. spirituality is when we pray or when we sing. Ose mund të themi që kjo spiritualiteti është kur ne lutemi, kur këndojmë, When we are in church together listening to a sermon or reading scripture. kur na jemi në kish bashkë dhe dëgjojmë një mësim. But I want us to see that actually true spirituality is about living out our kingdom responsibility. Mirë po, e vrem që spiritualiteti vërtet është duke jetu në përgjithësitë e mbretërisë. And so we're going to look at a story that Jesus told. Kështu që do shikojmë një storje që Jezusi e ka thonë. That was Jesus' favorite way to teach and basically flip our ideas all around is to tell us stories. Edhe kjo ishte mënyra ma e mirë e Jezusit ku për të na mësuar, do thotë, rreth mësimeve të tij. And so it's a story I'm sure many of you have heard before. It's called the Parable of Talents. It's in Matthew 25. Tek Mateu 25 besoj e keni dëgjuar këtë storje që quhet shëmbëltyra e talenteve. Matthew 25 verses 14 through 30. Do thotë Mateu 25 nga vargu 14 deri në vargun 30. Mbretëria e qiejve I ngjan gjithashtu një njeriu që kur po nisej për një udhtim I thirrri shërptorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Njërit I dha 5 talenta, tjetrit 2 dhe një tjetri 1, secili sipas zotësisë së tij dhe u nis fill. Tani ai që kishte marrë 5 talenta të shkoi dhe bëri tregtime to dhe fitoi 5 të tjerë. Po ashtu, edhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 tjerë. Por kurse ai që kishte marrë 1 shkoi hapi një grop në dhe dhe e fsheu denarin e Zotit vet. Tani mbas një kohe të gjatë, u kthye Zoti atyre shërptorëve dhe I bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë 5 talenta doli përpara dhe I paraqiti 5 të tjerë duke thënë: Zot, ti më besove 5 talenta, ja me ato në fitova 5 talenta të tjerë. Dhe Zoti tha: Të lumt, shërptor I mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjërat vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Pastaj erdhi edhe ai që kishte marrë 2 talenta dhe tha: Zot, ti më besove 2 talenta, ja me ato unë fitova dhe 2 tjerë. Dhe Zoti I tij I tha: Të lumt, shërptor I mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjërat vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Në fund erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm 1 talent dhe tha: Zot, unë e dija se je njeri I ashpër, që korr atje ku nuk ka mbjell dhe vjel atje ku nuk ke shpërndar. Prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fsheja talentin tënd nën tokë, ja unë po ta kthej. Dhe Zoti duke ju përgjigjur I tha: Shërptori mrapsh dhe përtac, ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe vjel atje ku nuk kam shpërndar. Ti nuk duhet t'ja kishe besuar denarin tim bankjerve dhe kështu në kthimin tim do ta kisha marrë me interes. Prandaj ja hiqni këtij talentin dhe ja jepni atij që ka 10 talenta, sepse atij që ka do t'i jepet edhe do të ketë me bollëk të madh, por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe flakni në errësirën e jashtme këtë shërptor të pavlefshëm, atje do të jetë e çara dhe kërcëllim dhëmbësh. So what is this story about? Çka ka të bëjë kjo histori? As I said, it could be about money or about hell, Edhe siç e tha, mund të jetë rreth paras apo ferrit, or both of those things. apo që dyjat, Or as I said, it could actually be about the kingdom of God apo mund të jetë edhe në fakt për mbretërinë e Perëndisë, and how the kingdom of God works. apo se si mbretëria e Perëndisë funksionon. So we see that the kingdom of God is like a rich man,
Edhe shohim që mbretëria e Perëndisë është si njeri I pasur who goes on a journey. që shkon në një udhëtim. I believe this man represents God. Unë besoj që ky njeri e përfaqëson Perëndin, And while he goes on a journey, he gives out some of his riches to people, for people to edhe use. teksa ai shkon në udhëtim, ai jep pasuritë e tij këtyre njerëzve. He recognizes that people have different abilities, so he gives different amounts to each. Edhe ai e kupton që njerëz ndryshëm kanë aftësi të ndryshme dhe I jep sasi të ndryshme të pasurisë tij. So 1 5, 1 2, and one Njëri gets 5, 1. njëri 2, njëri veç 1. Now notice this: he doesn't give any instructions for what they're to do with the money. Edhe ndoshta e vren që ai nuk ju jep asnjë udhëzim se çka me bë me ato para. Somehow, the first two, they understood that they're supposed to use their money to get more money. Ata ndoshta kanë menuar që duhet mi përdor paratë që me bë më shumë para. In other words, they weren't given that gift to just do nothing with. Mirë po, atyre nuk ju ka jep kjo dhuratë që thjesht mos bëjnë asgjë me ato. Mos Some, shfrytëzojnë. for some reason, the third servant didn't understand that, so he just buried the money in the ground. Edhe fatkeqësisht I treti nuk e ka kuptuar dhe ka varros paratë në dhe. The master returns. Mjeshtri u kthy, The first two servants are praised, ai lavdron dy këta shërptorët e parë, and he is very angry with the third servant. mirë po shumë I zemrum, I nevrikosur me tretin. Interestingly, the third servant gives his explanation of why he just buried the money. Edhe është interesant se si shërptori I tretë mundohet ta shpjegoj pse ai ka varros ato paratë, It was because his misunderstanding of God's character. sepse është për shkak keq kuptimit karakterit Perëndis, mos kuptimit He karakterit says, Perëndis. I knew you were a hard man, and I was afraid. Edhe ai ka thonë që unë e di që ti je një njeri I vështirë edhe isha I friksuar. So the servant believes God is harsh, Sepse ky beson që Perëndia është I vështirë, I frikshëm. and his fear caused him to basically, do nothing. Edhe kjo frikë ka shkaktuar që ai të mos bëj asgjë. Maybe he was afraid of making a mistake and losing the talent, Ndoshta ishte I friksuar se po bën një gabim dhe pe humbe dhe atë talent që ja ka jep. but I think that even if he lost it, he would not have been in trouble because at least he gave effort. He's actually in trouble because he gave no effort at all. Po unë besoj që nëse ai e kishte humba talent, nuk do ishte në telashe sepse të paktën ai u mundua, mirë, po në këtë rast ai nuk u mundua fare. Now we could say, well, see, God is harsh. Na e vrem që Perëndia është I ashpër. The master could have forgiven the servant. Mjeshtri ndoshta mund ta kishte falur këtë shërptor, At least he didn't lose the talent. të paktën nuk e ka humb këtë talent, But I believe to interpret the parable this way misses the point. edhe unë besoj që nëse interpretohet kjo shëmbëltyr në këtë formë, atëherë na mungon pika kryesore. Because I believe this parable is teaching that God is not harsh. Se besoj që kjo shëmbëltyr na tregon që Perëndia nuk është I ashpër. In fact, I think it's trying to teach us the exact opposite, that God is unbelievably generous. Thjesht po mundohet me na tregu të kundërtën se Perëndia është zemër gjerë. He's given us life and he's giving us many gifts, and he wants us to use those gifts. Ai na He's ka given jep jetë, na ka jep shumë dhunti edhe ai dëshiron që na me I përdor ato dhunti. It doesn't say, but we don't know if the servants had any money before the master gives them. They could have had absolutely nothing, and the master gives them. So it's the same with us. We may have nothing, but God gives us something. Edhe pse nuk thot këtu, na nuk e dim, ndoshta këta shërptor nuk kanë pas asgjë më herët, mirë po ai I Zoti I tyre ju dha. Sikurse ne që nuk kemi asgjë, mirë po Perëndia na jep dhunti. So to try to get ourselves in this parable a little bit more and to see how generous this parable is saying God is, Edhe të shohim se si mund futemi më thellë te kjo shëmbëltyr, ta shohim edhe atë zemërgjersinë e Perëndisë. I'm going to ask you to do something that probably preachers don't normally ask. I want you to get out your phones. Unë dëshiroj që më ju pyet diçka, më ju kërku diçka që me nxjerr telefonat, That's because I want you to get out your calculator and do some math. me nxjerr kalkulatorin edhe me bë pak matematikë, Because we're going to figure out how much one talent is worth. që me e kuptu se çfarë vlere ka pas një talent para asaj kohe.
Now, I want you to think about if you could have your dream salary, like what is a good salary? Not like a crazy salary, but if you worked a good job, how much money would you make in 1 month? Dhe What would you be mendoni happy with? nëse ju do e kishit pas një rrogë të ëndrave tuaja, sa do ishte, do thot ajo rrogë. So you put that number in, Kështu që vendosja atë numër aty, cila është rroga që e ëndrron. now you times that number by 12, so that's how much you would make in 1 year. Does that make sense? Divided by Times 12. Edhe shumë zëni me 12, kjo i bjen fitimi për një vit. Yeah, so now you have your amount that you would make in 1 year, right? Edhe tani e keni shumën që e fitoni për një vit. Now times that number by 27. Times 20. Times 27. Edhe shumë zëni me 27. Now, how much? Anybody want to share how much that money that is? A dëshiron dikush me ndos sa ju ka dalë aty rezultati? So, Yes. 600, 650. Yeah. Yeah. So yeah, some people should have over 1 million or a couple million, really. Disa njerëz ndoshta kanë mini milion Yeah. apo 2 milion apo kështu. So imagine that times 5. That's how much the first servant got. 5 talents. Edhe imagjinoje kjo nëse shumëzon me 5, kaq ka marrë shërptori i parë. So even this servant that was the least skilled Edhe ai got a shërptori, huge amount of money. edhe ai shërptori që u kon mas paku i shkathi ka marrë një sasi të madhe të parave. And imagine if someone just handed you that amount of money today. E imagjinoje se nëse dikush e merr një sasi të madhe të parave, And said, do something with it. edhe të bëj diçka me to. They don't even tell you exactly what you're supposed to do with it. They don't even tell you the expectations. They just want you to do something with Shumë it. po ja u jep dikush atë shumë parave dhe nuk ju thonë se çka ti duhet me bë me ato apo cilat janë pritjet rreth asaj, And does not God give us much more value than that? a nuk na jep Perëndia gjona më të vlefshme, shumë më të vlefshme se aq. And that is why it's important to cultivate a healthy spiritual life. Prandaj është e rëndësishme të kultivojmë një jetë shpirtërore të shëndetshme. And if you don't remember anything, the main point of this sermon is this: Edhe nëse nuk ju kujtohet asgjë, atëherë kjo është pika kryesore e këtij mësimi. take yourself seriously before God. Merre veten seriozisht përpara Perëndisë. You must not have a low view of yourself. Nuk mund ta kesh një pikpamje të ulët për veten tuaj. Don't let people tell you that you can't do something. Mos I lejo njerëzit tjerë t'ju thonë që ti nuk mund t'ja dalësh me diçka, Don't let people tell you that you will never do anything meaningful. ose nuk do bësh asnjëherë asgjë kuptim plotë. You are worth God's investment. You are worth God giving His love and attention and to. Ti meriton investimin e Perëndisë dhe çdo vëmendje nga ai. You're not an accident. Nuk je aksident. God has placed you here for a reason. Perëndia të ka vendosur këtu për një arsye. There's something that you possess that no one else on this earth does. Ka diçka rreth teje që ti ke që dikush tjetër nuk e ka, askush në botë në fakt. So, obviously, in this parable, the literal meaning of talent is money. Edhe qartësisht Be clear about that. shëmbëltyr kuptimi literal është paraja. So, a fair way to preach this parable is it's just about money. So, you need to make sure you're using your money well. Edhe kuptohet që një mënyrë e drejtë e përdorimit të kësaj shëmbëltyre ka të bëjë me paron që ti ta përdorësh paron mirë. But what's interesting is even since the early church, all the great theologians, they've never interpreted the parable to mean only money. Edhe që prej kishës të hershme, qysh prej teologëve të hershëm, asnjëherë ata nuk e kanë interpretuar këtë shëmbëltyrë sikurse të ishte për paron. This is talking about everything you have. This is talking about your kingdom, your influence, Mirë po, për çdo gjë që ke, për mbretërinë, për ndikimin tonë, your work, your family, për punën, për familjen tonë, whatever skills or opportunities you have. për çdo shkallësi, për çdo mundësi që ke. And I want to challenge us to think that our work is not just what we do to make money. Edhe thjesht du m'ju sfidu, thjesht juve duke ju treguar që puna që e bëjmë nuk është thjesht të bëjmë para. More than that, your work should be what you have to give to your community, to the earth, to the world. Po ashtu puna juaj duhet të jetë ajo se çka ti mund të dhurosh komunitetit tonë, botës përreth. And I also want us to see that this will take risk and creativity. Edhe mund të shohim se kjo kërkon rrezikshmëri, kreativitet, I don't think we need to be afraid. mirë po nuk duhet të jemi
të friksuar rreth kësaj. Because again, this parable is not so much about doing something wrong, it's about not doing anything at all. Sepse kjo shëmbëltyr nuk kupton nëse ti ke bërë diçka gabim, mirë po nëse ti nuk e vepru as pak. Let's go back to thinking about God's power. Edhe le të shkojmë prap mrapa duke mendu fuqinë e Perëndis. God has infinite power. Perëndia ka fuqi të pakufizuar. He doesn't really need us. Në fakt ne nuk I duhemi atij. But in his wisdom and love, he chose to share his power with us. Mirë po në urtësinë e tij, në dashurinë e tij ai ka vendosur me nda fuqinë e tij me neve. And he has entrusted us with money and with skills, talents. Edhe ai na I ka besu shkallësitë, talentet, paron, He doesn't want us to waste those by burying them in the ground. edhe ai nuk dëshiron që na thjesht me I çu poshtë ato duke I varrosur në tokë. And as we see, this parable also says that the reward for being faithful will be much more than just gaining more money or gaining more things. Edhe shohim që të kjo shëmbëltyr neve na thotë që mësojmë se shpërblimi I qenit besnik është shumë më shumë se paraja. As what does he say to the first two servants? He says, "Enter into my joy." Edhe çka I thot atyne dy shërbëtorëve të parë, hyni në gëzimin e Zotit. And I think to hear God say, "Well done, my good and faithful servant, enter into my joy," that's the best gift that we could receive in Edhe life. mendoj që nëse ta dëgjosh Perëndin teksa thot shërbëtori im dhe besnik, eja në gëzimin tim është diçka thjesht fjala më e madhe që mund ta dëgjojmë. You don't want to miss that. Thjesht nuk shpresoj mund të mos ta mungosh këtë. The tragedy of the third servant is that he missed that by just doing nothing and wasting his life. Tragjedia e personit tretur se ai thjesht atij mungoi kjo edhe kaloi në tragjedi. The first two servants understood that the master's generosity was not a burden or something to be afraid of, but it was an opportunity. Tek dy shërbëtorët e parë e kuptuam që kjo pjesa e zemërgjërësisë të Zotit nuk ishte diçka që për tu friksu. So they used their creativity and they multiplied their money. Kështu që e përdorën kreativitetin dhe shumëzuan paron. We don't know exactly what they did, but they must have done it well to double the money. Na nuk e dim saktësisht se çka ata kanë bërë mirë, po vret që e kanë kryer në mënyrë të përkryme, në fakt. They were faithful and they entered into the joy of the Lord. Edhe ata ishin besnik saqë hyrën në gëzimin e Zotit. So I believe, again, this parable shows us that spirituality is not just about doing quote-unquote spiritual things. Edhe na e kuptojmë që spiritualiteti nuk ka të bëjë thjesht me kryerjen e këtyre gjërave shpirtërore. It's about being faithful to what God has given us. Mirë po për qenë besnik ndaj asaj që Perëndia na ka jep. It's about being people to understand that we have a kingdom ourselves, we have responsibility, and we can interact with God's kingdom and we can benefit God's kingdom with what we do. Por që Sorry, that's long. We have a kingdom, ne kemi një mbretëri. and our kingdom should interact with God's kingdom. Edhe mbretëria jonë duhet ndërveprojë me mbretërinë e Zotit. And our kingdom should benefit God's kingdom. Edhe mbretëria jonë duhet përfitoj, do të thotë nga mbretëria e Perëndisë. And it doesn't matter how much you think you are given. You don't have to be the most talented servant that got 5 talents. Rëndësi se sa mendon ti që ty të është dhënë, nuk keni nevojë që thjesht të keni shumë. You may think, I don't even have 1 talent. I have 0.1 talent, maybe. I'm not talented. Ndoshta mund të mendoni që nuk e keni ndoshta as edhe një talent, sikurse ai treti, ndoshta 0.1. But that's not a problem Mirë, po nuk është problem if you're faithful. nëse je besnik. So I believe the main challenge this parable gives us is the question, Kështu që sfida më e madhe që kjo shëmbëltyr na jep është pyetje, am I being faithful to what God has given me? a jam besnik ndaj asaj që Zoti ma ka besu? This parable warns us that, we should deeply think about that. Edhe kjo shëmbëltyr neve na paralajmëron që ne duhet thellësisht mendojmë për këtë. Fear or laziness, Frika, përtatësia, a wrong view of God ajo pikpamja gabume e Perëndisë can cause us to have an unfruitful life.
mund të na shkaktoj një jetë jo të frytshme edhe të pikëlluese. But God has given you more than you think. Mirë po Perëndia neve na ka jep më shumë se sa që mendojmë. Would you please think today about how you're using that kingdom that you have? Mendo sot se si po e përdor atë mbretëri që ti e ke. Let's pray. Le të lutemi. Perëndi, të falenderojmë për çdo gjë që ti na ke jep. Pray that you would teach us how to be responsible with what we have. Lutem që ti më na mësu se si të kemi përgjegjësi në ato që i kemi. And I just pray that you would give us the strength and the creativity, the power Lutem që ti më na jep fuqinë, kreativitetin to multiply our talents, our gifts. që ta shumëfishojmë çdo talent, çdo dhunti. And we just pray specifically for every person in our church that they would be people that bear much fruit. Thjesht lutem specifikisht për çdo person në kishë do jenë njerëz që do japin fryt. And they would use what they have responsibility for your kingdom. Edhe do përdorin ato që i posedojnë në mënyrë të përgjithshme për mbretërinë tonë. Amen. Amen. Besimit ma forcohet, brani në shpëtimtari. Ku besimit s'ka kufi të frym drejtoma, për mbi ujrat ta kalojun, kudo që t'më thërasash. Me më thellë atje ku këmba nuk ka shkelur, që besimit ma forcohet, brani në shpëtimtari.
to serve